Mirëmbrëma të dashur shikues, dëgjues. Kujdes, hape krohin, na lo aty, ti që e në gjumë. Qau! Se shkoj ora 18. Pra, more shqiptar çau, po deshe shko nga kafja, po deshe shif edhe dëgjo. Top fare, do t'jemi këtu deri në orën kur Juli 20:00 ose thon ndryshe deri në orën 8. Se kështu 20:00 ndoshta ju ngatron dhe se si ju duket sa është kjo ora. Në valët e Top Albania Radios në 100 MHz, po edhe në kanalin 10 në digital për të na parë dhe për të na dëgjuar njëkohësisht. Ndërsa për ju që jeni makinë, përveç se ngriheni volumin, ju themi dhe të rrini sa më shumë me ne. Edhe nëse gjeni parkim, mos e fikni makinën. Çfarë thua, sot isha duke parkuar merdi polici, mendoj se e kisha vënë dysh. Jo, më vëlla, isha fiksa aty ku do. Mirë, më fal. Po, ti po se qen për burg këtu. Por e desh, e disim kaloj jeta para syve, fiu. Desh i ka në burg. Po kam pa njerëz, kështu që kam fluturuar në përburgje. Por kjo nuk na ndalon ne për të vajtur. Jo atje. Jo, atje nuk shkojmë sa atje, i kemi gjithë shokët. Respekte për gjithë. Juli, si ishte kjo java që le pas? Mirë. Bukur, a? Mirë, madje këto ditë kanë qenë të bukura, duhet thënë. Me vërtet pse nga që kishte shi? Përveç se shiut, po kam parë shumë meme, shumë video nga Big Brother. Dhe nuk e di. Do të thotë, e ke parasysh kjo dyshja që na nuk e dinim që na duhej, ishte Ronaldo me Luizin. Thashë se më ishte Tan Kola me Luizin. Po edhe Tan Kola, po Ronaldo me Luizin. Atë ti është dyshja jote. Okej, kjo është dyshja. Thonë ti nuk do Mirin dhe Brigerën. Jo, nuk i do ata, okay. Se kam tek memet dhe tek video që kanë qarkulluar. Fal më shok, se ti po flet, po kush je ti mor vlla? Un jam Julian Hurda, po ti kush je? Un jam Angelo Shkreli, kemi edhe DJ Kedos nga ana tjetër e xhamit për të na mbajtur në shoqërinë në argëtim. Shumë bukur, jemi entuziast, me vërtet, ke parasysh kur Luizi sikur u ngjalli çika jo. Ishte një perl, domethënë. Kur sot dje, gjitha videot që un kam parë. Ishte një perl, po më shumë kam qeshur me ishte një moment ku Luizi po diskutonte me Stenaldo, ishte Mali aty, ishin edhe 2-3 tjerë. Edhe Stenaldo po i tregonte për fuqinë e motorëve të avionit. Edhe po i shpjegonte me ato termat e avionit, Stenaldo, domethënë një njohuri të frikshme. Ishte për këtë tyre edhe Luizi në bisedë sipër i ndërhyn dhe i thotë Stenaldo, po thotë mjaftuar shumë fuqi sa për zbritur, për të ulur avionin. Pra po i tregonte që nuk funksionon gjithë. Në rast emergjence, dy motor funksionojnë me kaq kuaj fuqi diçka të tillë. Luizi thotë mjaftueshëm sa për të ul. Jo thotë nuk funksiononin sa për të ul, nuk ishin mjaftueshëm, po të paktën kishte drita në avion. Kishte drita në avion. Këta dy motorët funksiononin dhe jemi në aq fuqi sa për të pas drita në avion. Bukur shumë. Ne po ti ikin me dritat, vazhdon akoma. Ikin dritën në shkozë, Jo. E kemi në 1 në 3 lajmet e javës këtë ikin e dritat. Jo, nuk kemi 1 në 3 lajmet e javës këtë ikin e dritave, po 1 në 3 lajmet nisim me të parë është që Shqipëria rënditet mes vendeve europiane me më shumë ditë pushimi në Europë. Pse? Kemi më shumë ditë pushimi se sa ka shumë vende. Po pra, pse ne po dalim po punojmë të shturën o vëlla. Jo, po po flasim për shteta, ka shteta jo, për këtë po flasim. Ka shteta. Ç'të thua te këto raste përveç se na ka bëu zoti Rista, plus do ecim me hapa europian. Po, edhe pushimet rregullojmë parat, rroga dytat, pastaj puna le të bëhet, çfarë thua. O Juli, mos thuaj. Po ti je pro apo kundër? Proje. Rritjes rrogave për gjyqtarët e këta. Pro të rritë rrogat për të gjithë. Për gjithë, po për ne. Po për gjithë prapë, për gjithë. Po mirë për të gjithë. Thash se i ndan cat nënës sot babës. Edhe shtetet e privat, jo të gjithë. Okej, të rriten rrogat po jo çmimet. Rriten rrogat, rriten çmimet, për shembull merr nga 500-600 për shembull, vete banania nga 500-600 lekë. Njësoj bie. Sa banane? Po si mos ha banane unë? Po banana është shumë e mirë. Po letë ti e që është shtrenjtë Lena. Okej, mirë, nuk ha. Me çfarë merr atë bananën, ti që është kaq e shtrenjtë? Po si me çfarë marr? Është treshe me pikësh nga ato të mëdha. Aha, është shumë e mirë. Kishte ndonjë gjë tjetër brenda. Jo, është shumë ushqysh, po ja, ka i koha kur ishim gjërat banane, ka shkuar në vende tjera, po flasim për lek, sepse lajmi i dytë është 1.5 miliard euro kursime në 2025-ën, kryeson Tirana, Durrësi, Fieri, qyteti i ëndrave të mia. Kontribon shumë këtu ti. Patjetër, gjitha lekët shkojnë në Fier dhe Korça pa dyshim, nuk e di pse i ka dalë nami Gjirokastrit, po Korçarët Juli kursejnë më shumë se Gjirokastrit. Nuk e di, ka qenë një Korçar që i thoshte këto Barcelona Gjirokastrit për i dhënë namin atyre, po. Sa i pas ka liru erma këto kufi do po mbien. Okej, më pak kursime në Dibër dhe në Kukës. Po Shkodra?
Në Shkodër kursimet e kthejnë humor, prandaj bëjmë përjashtim Juli. Vlora? Në Vlorë verës fitojnë ore, dimrit kujtojnë sa fituan. Ke parasysh punojnë ja 4-5 muaj ata, pastaj i numërojnë. Pra mund të themi që ekonomia është forcuar. Edhe portofoli është i dobët, Pra sipas statistikave jemi popull që kursen shumë. Tani sipas frigoriferit jemi popull që pret rrogën edhe. Po mirë, rëndësi ka statistika. Po që në fundit ne jetojmë për shifra. O njëshi. Po, dysh reali minut fundit 3+. Dhe i treti, me ligj dhe zyrtarisht me dokumenta madje botuar edhe në fletoren zyrtare, rihapet TikTok-u. Si është mbyll? Ishte mbyll o burr, ishte mbyll. Pra mund të themi që 6 shkurti, se të prejmë tani bie që është botuar në fletoren zyrtare. 6 shkurti të shpallet dita e influencerave dhe viti tjetër jetë pushim? Po, i bie që është pushim, po në fletoren zyrtare mungonte vetëm një neni 12. Sa thelli që nge fut? Po, të lutem, a do bëjmë emision apo? Sigur do më marr rrok gjyqtari. Po jo, po shiko, do ishte shumë interesante të vija unë aty dilje ti i pandehur. Po them akuzat, po. Petencën, qa quhet ajo? Vazhdo. Po, Jul Urdha. Po s'kam bërë gjë, për zotin. Ke bër, po ti si di se çka ke bërë, se kemi fut net gjitha. Po ma kanë futur. Tani e ka ti. Shpallesh i fajshëm deri në vendim 2, shko ke 313, pina i raki rrushi aty. Po, neni 12. Scrolli pafund është i detyrueshëm për të gjithë shtetet. Scrolli është që qenë se u hap tani ti kalon video me gisht, luj gishtin. Me gisht. Kombi mund të flej qet ose më saktë të mos flej fare deri në 4 të mëngjesit. Bravo ju qoftë, ky ishte një super lajm. Ndërkohë ne të gjithë që sharkuam VPN-t kur u mbyll TikTok-u, ai mori një boom edhe vet ata që e kishin kriju VPN-n, thonë çka ka ndodhur në Shqipëri që po futen gjithë këtu. Ndërsa pas datës 6 ata kanë shpall falimentimin se të gjithë kanë fshirë dhe VPN-ja si firmat piramidale. Po, ka një maj pastaj thyen qafën. Kështu që qëndroni me ne, emisioni u hap, TikTok-u u hap, tani të shohim se kush do të mbyllet i pari. Bateria e telefonit apo truri jon. Çfarë thuare? Dhe me që jemi aty, lexova një meme për këta TikToker. Si lexohet meme shihet o burr? Meme shihet, po edhe lexohet si bënë me shkrim tani. Ka dhe lart, po. Që rrin gjithë natën në telefon. Pra për këta persona që rrin gjithë natën në telefon. Po. Doktor tha, kam probleme me gjumin. Po hiq telefonin, i thot doktori. E kam heq ta, po prap nuk më zë. Po mirë, vendos zhurmën e shiut, qetësohesh e të zë gjumi. O doktor, e kam vendos edhe zhurmën e shiut, por më duket sikur skuqet patate. Po ti se pas ke problemin me gjumin më birtha, e pas ke me ushqimin. Po si të ishtë zgjuar Julit me uria, ndonjëherë ke parasysh nga ora 2 e natës fillon edhe të bëjnë zorët grrr. Nëse do ishte të këtë të thoya diçka tjetër, po të bëjnë zorët demonstrat. Ose të ishte fasha orare pak më e vonë. A kishte protestë sot? Po ku dëgjon, është edhe të ketë, më duket se kanë datë 10. E kanë kështu komplet masive. Për këto ngjarje që kanë ndodhur. Po nëse Champions League për të marrë. O ka dhe Prime ne. Ka dhe Prime, po ti shohim. Deri në 9 është mbyll protestë. Po mirë, burr, nuk ka problem. Nëse hëna nuk ju pëlqen fare o miqër, futini një mendje top, se më keq nuk ka ku shkon. Apo ka? Nominim nuk jeni, po. Zarvzi nuk ka, kështu që shijojeni si eksperiencë. Okej, është 18:15, është 9 shkurt 2026. Tani kemi atë fashën e bukur të reklama, sa reklama të bukura. Vetëm kur i shoh dhe i dëgjoj, vetëm i shoh kështu 50. Bie vetëm për të prish lek. Ikim dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni që ndroni këtu me ne. Sërish në transmetim të drejt për drejt. Sa bukur dukem kamer. Kabe që kolegun. Hop! Top Channel ka be lajmi. Çka plami ti e për të ka policia shtetit po dole ashtu në rrugë. Por jo, ne jemi bërë si 2 personazhe kryesore të një krye filmi, krye ngjarje, krye drame, krye komedie, mund të krye komisar Katani. Po. E sa e ka qef ajo Monika Mirin, por mund duket sikur e mban me hatër, se s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Po nëse do t'i shohim gjitha këto, un jam bër shumë bukur sot. Po të sa të futem rol. Okej, DJ Ketos, na e pak bazën. Diku larg, aq larg sa shqiptarët shkonin me vapor në shtëpinë e Shakespeare-it. Në një mbrëmje të qetë, Shakespeare ju tek të shkruante një dramë dhe shkruajti Romeo dhe Juliet. Një histori dashurie, thon disa.
Disa të tjerë thonë tekat, e dy, të papjekurve që se dinin se ç'po bënin. Gjithsesi, versioni shqiptar vjen këtu në Top Albania Radio. Sytë e tu, me gjithë dritën që kanë parë. Me të bo babi, po të parë ka për të vrarë. Juliet, moj dritë e syve. Romeo, unë të dija të vdekur, Romeo, të doli emri në të gjitha portalet. U qova privori, Juliet. Portalet për pak lek të bëjnë edhe të vdek. Ku jam zgjuar kështu, Juliet? Aty ku një tabeli shtremër të thot mirë se erdhe në Tiranë. Po Verona. Verona ka ranë seri B, që kur e ka rraf Interi gyp bum. Po jo ekipi futbollit, Juliet, qyteti ynë. Qyteti, po qyteti aty është. Hyn Instagram se ke ofertë 30 euro vajti ardhje. Po çan këto borie makina, Juliet? A I ke zën rrugën ndonjërit? Jo, martohet njëri këtu te lagja. Po pse I bien borive? Sa mrapa ke ngel. Më fal. Sot boria është shenjë dashurie, që ta marrë vesh të gjithë se unë e dua dhe I bi Boris. Edhe unë të dua, Juliet. Po jo ty, ore, jo ty, nuk të thash të dua ty. E kisha për shembullin, ka prajmin unë tani me ty. Juliet. E mrekullueshmja, Juliet. Dua të takoj sonte poshtë balkonit. Poshtë balkonit? Po. Po ku ka më balkon? Balkonin na e shembën, e kishim pa leje, nuk tha babi ty? Po mirë, dil në dritare. Në dritare? Pse sa dukem ty unë? Serenat Korçare, ha? Ti rije në dritare, e unë në përkarshi. Pastaj, Të lutem ma thuaj një fjalë, se piva helmin që tani. Pje, hongra I unë një herë më sa hamat presion. Juliet, Ha, as do vdisje për mua? budallje tjera, të vdesun për ty? Pse e mbaruan burrat e si? Ha! O, Juliet, per favore, dil sonte në dritare, e unë do të ri poshtë. Hiqe nga mendja, nuk bëhet. Plus, ka 3 makina të parkuara para poshtë. Ka edhe një karike që ruan vendin. Edhe bidon ujë. Fiks, Juliet, unë do të hipit ajo karikja e do të afrohem tek ti. Mos ma prek kariken, se ai që e vendos është një kokë shkret. Zihesh për I fjalë goje me të, Romeo. Atëherë, po iki të blej një dron, Juliet, ta ngrej drejt dritare sate e të shoh teksa flesi po lumbesh. Lej këto tani, Romeo, po më thuaj pse u ktheve e më hape përsëri plagën time të dashurisë. Unë kisha harru. Po që të marr, të arratisemi. Ta arratisem? Pse? Mos më ndjek spaku nga mbrapa që tiki. Po si do ta kalojmë Shën Valentinin të ndar, Juliet? Unë dhe ti jemi takuar në kohë dhe vend të gabuar. Hajt mundohemi të dy. Më shafsh ti po thjerë ata dy sy. Jo, se kam bërë grimin ma prishe, e kam vënë dhe syzet. Hajt bëjmë celebrim. Kole, si ke pak to? Po, një moratanit. Hajt bëjmë celebrimin, Juliet, të na gjej ky Shën Valentin bashk. Apliko te I Albania, Romeo. Ta aplikoj? I Albania. Teknologje. Pa atëherë të paktën martohemi fshehur azi. Sa shumë romantike. Vetëm se dasëm s'do bëjmë se shumë leko, Romeo. Kam punu gjithë këto kohë, më ka ecë mbar, për ty I harxoj $1 milion. Romeo. Pse je kështu, more, Romeo? Ky ishte zora ime, jam pa ngrënë. Si jam, Juliet? Ku thore qameti, Romeo? Juliet, po unë mendoja se armiku dashurisë son ishin familjet tona, por tani po kuptoj që qengan shtuar, armiqt s'pas kanë mbaruar. Romeo, ik para se ta marrin vesh prindrit e të çojnë në Gjermani të punosh atje, se pastaj vjen dhe ai. Kush? Ai që... Ai me zero, Romeo. Juliet, Period. po unë për ty do luftoja dhe me shpata. Mjaft me lufta, man. Po, filloi babi përsëri. Çfarë filloi, Juliet? Babi zihet në TikTok me babin tat, hapin live e shahen, hapin sfida. Avion, thot ai yti. Tritol, thot ky imi. Thot ai joti, prap. Po, Juliet, ta sikur t'jen nga fushkruja. Pa shikoj e dashur. Ne nga lash jemi. Po. Shikoj e dashur, rrezet po dalin. Prandaj më duhet të iki e të rroj
ose të ri këtu e të vdes. Të rish këtu dhe të vdesësh jo. I kam anë se s'kemi gjë me umare dhe me policinë, aman tani. Pra, eja vdekje. I ke dreq, i kse o zbardhë se këndoj gjeli. Po ti? Pulave, u ka hijet kakarisin vetëm në kotet se Romeo. Ik të shi. Kat, e kemi, Okej, hajde rikthehemi sërish të, çana ke bë. Juli je i vetmi shok që më bën mu të bëj role gocash. Rolet e burrave i pengjit, puna është kur bën të grave. Bravo. Shkove bukur. Duar dorkitje për ti, po kishin pyetje nga salla, nga çunat. Për ty e kishin. Po. O çuna, Gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Okej, në rregull. Mirë, do të shkëputemi sepse kemi muzikë shumë të mirë që për këtë merret ai. Pas reklamave, po sigurisht pas reklamave, do ta thoja, po pas reklamave. Na e shkuli vesh i DJ Ketos. Kemi reklama, pastaj muzikë shumë mirë që e përzjedh po ai. Rikthehemi vetëm pas pak. Kemi live këtu në Top Albania Radio, në Top Fare në këtë të hënë, në këtë fillim jave ku urojmë një javë të mbar të gjithëve, edhe pse është java e pothuajse ka nisur java e dytë pra e këtij muaji shkurt që vetëm i shkurtër nuk pritet të jetë. Gjithsesi, çuditëra ndodhin nga bota, çuditëra ndodhin edhe këtu në Shqipëri dhe një nga çuditërat nga bota është një trend viral ku gratë po paguajnë mijëra dollar për të uluritur në mes të pyllit. Pra, do të nxjerrësh nervat, sa ti nxjerrësh në shtëpi, aq po tepër këtu që i kemi shtëpiat shumë afër dhe pallatet dëgjohesh, edhe po të gërhasësh, jo më të përtasësh, ti mund të shkosh në pyll dhe quhet rituali i tërbimit. Më duket një nga këta që vërtet. Alo. Qetëso humor zotëri, qetëso. Mirë mbrëma si fillim. Mirë mbrëma! U lirove? Jam i qytetar shumë jasaruare, jam bashkë shumë me avokatin timere, Napoli që ka avokatit e re. Një minut, shpun ka mund me avokatit, qa? Pse je jasaruar dhe që duhet avokati mua? Do jem në gjithë të pëshellit! Qa do bëshër, e? Do jem gjithë të pëshellit! Pse? Ju ka pas gjithë jetën e re, po qëtullën e te pruat e re, Po që bëm, more që e te pruam? O e rifutet Big Brother, lojtari me të në gjitha korave, o në shkatrua sistemin jetësorëre, për jetë e ty, Lupis! O zotri, po ajo ishte surpriz për publikun tani. Surpriz? Po. Unë ka priteri 2 natës e rekur, po futet prit, mësuri gjumi, më zjoj gruaj, qa ore pe u fut shuni thare? Po mirë me vërtet nga kjerire, po më djem si nga shkodra talire. Po mirë më 1 minutë tani, se surprizat gjithmonë lihen për në fund, se po u dhanë që në fillim kuptim ka pas Po në fund, kur more fundere, pas zo publicitet, i thoja grua sa një futet qyre. Po. Shkoj ora 12, më thoshte, ja se tani do futet qyre, i thoja. Shkoj ora 1, më thoshte, u bëra gati ti sem ta, Po thash, 100% tani hy, shkoj ora 1, sa gjobë. O hyra i ose dajnë unë nga shpia, qa thua ti me no, që i thashu ne? Dhe çfarë ndodhi? Po e dolja i orë se s'po tilte dhe shkallët, e sa dolja i dhe shkallët hyrje, vla. Për shqyqyrë të pak të pas ke thirë dhe që nga këthy. Jo. Si jo? Po ku kisha mendje unë të ajo në atë moment e grua i kënë e hyne prape e ka bilet kësimje. E kisha mendje të Big Brother, të Luizje, të Tankolare. Po shumë e ndiqë keni Big Brother në mërzotris Atlini dhe gruan tiki nga shpia. Po jam bequllër, jam ftore, tot qenëll kape live-in e blini i laqës e bimu zerje, re. Po tani, se më duket po nga gënjen. Tani, a thej që po e shikoje në shtëpi? Çdo ti jashtë, që nge lagur? Ore, në shtëpi po bjente shire, frynte ere, e lëvise antenare, sa lëvise pak vërtiste gruaja. I në regulloje se doli e tukë shpejtere. E vrap jashtë në balkonun e se regulloja prishe i prape. Mo që trurin e, po pres rogën e re, apo nimin e re. Shiko. Mi jep në i ofertën e. Po ofertën e ke mërzotri, për shë Valentinin e ke ofertën, vetëm ndi që ofertat. Po ti në duket s'po i dek, vetëm Big Brother, nuk dek ofertat. Po unë e bërë aplikimin e. Po pra bëj aplikimin, bëj dhe pagesë, se s'është vetëm aplikim.
Tani, shiu ka rënë, se do bjerin tokë vet, po shiu ka qenë dhe si sinjal bereqet, pra do eci mirë çdo lloj gjëje. Herës tjetër kur të thoni pas pak, na thoni me orën tonë re, jo me të gregut e 1 orë me vones, jo ça beni re na fiksuat re. Ore më les zemra re kur ka televotime re. O zoti i madh. O zotri Gimi e kishe emrin? Jo. Po si? Agim. Agim. Zoti Agim, tani. Edhe televizioni duhet ta kuptosh që ka suspancën e vet. Aq më tepër në një program si Big Brother ku janë të gjithë sy e vesh aty. Gjithsesi, me gruan ç'ndodhi më u kthya, do kthehet më shpejt, si e keni? Oj, qofa mesazhin e re, se me sere. E kam afrofeun, qote edhe nuk paguan leke. Mos u mërzit shtëpi, po ishte Prime Forti thashëre. Po, Prime Forti ishte drejta me thon, pa ajo ç'a të ktheu. E di që më thare, jam në nominim për divorce, më thare, pra ndaj do jem në gjyqere. Qetso, zotëri, qetso, mëse që ka bërë vërtet serioze situata, po. Ora ndave nga gruaja tjere. Po s'te kam darë. Tulli, qa jeti e? Ti duhet i kishe shkuar mbrapa gruas atë natë, ka që burë. Ore, dola unë, s'kishte ke mrobi jashtë. Doja të zje një rob të pyesja hiqa si e policia s'mapte telefonin, are. A më seriozisht as policia s'mapte telefonin, po pse? E di qa më thosë, are. Për momentin nuk ndodhemi në teren. Lini mesazhin tuaj e ju lutem, ju marrim pasi të solte Dioni natën e mirë dhe pacifat. Ua, mi pësori, are. Më duket këta që nga në fansa të mirit, se s'ka mundësi. Po si ja bëre? Jetë Monika, are, pa i kopton, are. O, zotri, mos u bëj opinionist, po si ja bëre me gruan? Uaj, les mua ti e ti sa i beu në arbri në hatek për stekere. Unë di ca mendime që ati si vinë kokë fare, re. Po nuk merë njëri mua më pune sa ti unë nga fjeri kam baruar bigu e vla. 1 minut pra me gruan nuk na the që bëre. Po ti qa për ditje, qa e ti? Do të gotë ti, sa të regoj gruan time une. Nese, po ta tregoje. Se erdhe për qarë halin pra dhe po të ndihmojmë. Telefoni s'ma haptere, i qova mesazh prapëre. Gjithë shqiptarë të bëjmë bashkë pare të qenëris, po ne kur do bëjmë bashkë i thashme. A, sa e bukur kjo, shumë kështu kuot interneti. E qa të ktheu e? Malasin. Oho. E ti e ngrit, në kam kur vi u shpi ngrish, kur flet Ledioni më thare. Pse u ngritën këmë si kur foli Ledioni? Po normale ne kemi hip një në shpis atë, qa të e? Po mirë, të shiko tani, ajo ka pasur drejt. S'ke pse ngrihesh këmbë ti e shikon dhe Gjon edhe ulur. Kur thuhet sot është momenti që keni pritur me shumë ti, duhet ta respektojmë si me qenë ngjarje kompare re. Unë vetë dorë zemër e vlla. Aha, imagjino ç'bëgë ti kur thot pam pam. Tani. Ore pam ai bam unë. A do më dëgjosh një këshill? Fole, se kam e lek dhe gjive të në. Shumë mirë, qoja edhe një mesazh tjetër. Ta të fej. Po qoja një mesazh, thuaj ktheu, të lutem, ktheu, bëra gabim. I bara i qova mesazh zanore, re, di që i thashe? E u të kjo zemër që të do ka shumë. Po edhe... Përdo një darkë, do më rartan kollit të këndojere. Po kote dhe aje ka shpimin dhe lartë. Ku kapet ma... Ku kapet tanë kolla tani pas Big Brotherit. Tani po martohet malsori. Po martohet malesori. Po maleset mori, qa beri re. Tani e ka bërë po martohet milionerjaj. I ka tani se do flasë me shefit ma le për të mërkurën e vla. Leja për të mërkurën, do dalë shkërkosh gruan? Po kemi të martën prajme re, do rrim prap djernon 2 natë e sere. O, Luiz, po i them avokatit prise pak, se do pres derit martën, po në latë pa gjumë prap të ju jetë në gjyh me vërtere, more vesh apo jo tjere? Morëm. Do mundohemi që ta mbyllim para orës 2 dhe edhe ti t'jesh pak më i qetë. Natën e mirë tani. Pritere! Se do ta mbyll me një thënje. O, bo, edhe ti me thënje, një bërë gjithë me thënje. Ha një herë ta dëgjojmë. Prit, duhet më japi qik suspans, këtë ditë gjokeri. Suspans? Po e kamera ta shof. Pum. Ate, që ta bën Big Brother, s'ta bën as Perëndia. Fiksoj shtu e pa e ti grue nga shpia, natë një dhe pa që
natë e mirë, pa çfate dhe ti edhe shikoje Prime nesër, po më shumë se sa Prime shiko gruan, se më duket nuk do të kthehet më në shtëpi. Të ka bërë dalje, të ka sjell zarfin e zi. Se doli me rim, s'do të kthehet më në shtëpi, ka bërë dalje, të ka sjell zarfin e zi. Ku je Angelo francesi? Je voudrais le monsieur shisha de rë. Man atë. Ça video e brillante ka qenë. Është kujdes me theksin chez amis, chez voudrais le monsieur du cœur. Është 18:05 Tan kola apo bëhet nami tha. Po, tan apo kola, sultan, vërtet. O nami është tu boj, është rrofsh vëlla. Po, e çoj 20.000 euro tani për dasëm tani Rimne prit tanin, po, bukur Ti je vetëm ndraime. Qa kemë, kush është i këngë tani? E tani të shkoj, se dim, nuk e dim. Okej, është e 52 ora. Duket se që i ke syze të si akuarium. Se ka dhe mjekull, aty ka delte në një bulës kështu, bukur shumë. Okej, kemi Senofishtën në pjesën e dytë, ai ka ardhur. Në P2. P2 ka është në pjesën e dytë Seno. Ka Seno me rafishat. Po, do kënaqem edhe do e pyes më çka këta shkodranët që janë kaq të mirë më burr. Ke pasur ke qef të rish me A mund të bëhet Big Brother i pa shkodran? Jo, s'ka shanse, por këto edhe për më shumë të tjera ne do të ikim sepse pas pak janë edhe lajmet, i dini vetë ju si vazhdojnë gjërat. Juli, takojmë te pjesa e dytë. Po, do të takohemi, kemi edhe një orë për ta bërë. Pipi kafe. Hajde, ikim rikthehemi sërish vetëm pas pak.